Me pas dunjaja vlerë të Zotit i madh, vlerë të ndërruar xhamat. Çka i bie kit dunjaja komplet të Allahut s'ka vlerë hiç. Hiç be s'ka vlerë. Po na jap na vlerë apo. Neve na dridhet zemrat, grithet keri shpirtin ta ka. Apo ski pak më të turbulluar financat, ekonomia, rroga, apo turbullohet gjithçka. Është njëri mazon kur ta shifti thu ka dek dikush, ai thotë jo se do biznesi çashtu. Tamam, e morën vesh se ku ka kap e keqja. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Fa umatti'uhu. Pak. Thot pejgamberi alayhis salam, sikur të kish pas vlerë dunjaja te Allahu subhanahu wa taala. Sa vlerë? Sa krahi i mizës, mushkonjës. Merë të ndërum gjemat verës, merë mitë e mizën, ta kuptosh sa vlerë ka, se s'ka hiq. Merë, na kipa rrim me atë stakën, vazhdimisht, e mitë në mizën, apo, i mitë e një dhe merë të dora. Merë me gisht të hekja krajnë. Kime pas azër, kime pas. Shekët. Kime e do për gjimës, ama krajnë. Kime pas nevoj për dhe një picet, për dhe një gjilpan të vogël, e me mujtë me kapat atë krajnë, apo. E pastaj ai krahi ti e shesa është i holl, shumë i holl. E nëse e vendos ndoshta gramin se mrin. Kit se mrin gramin. Thot pejgamberi alayhis salam, komplet dunjaja jon, çka na ka kriju Allahu në ta Allahi sa çajo s'ka vlerë. Jo komplet miza, sa e madha miza, veç ai krahi, na sa miza ndetimit na. Sa miza plot ti veç, apo. Mirë po, çfarë na thot Allahu subhanahu wa taala? Sa çajo s'ka vlerë. Ka thënë alayhi salatu wasalam, sikur të kish pas vlerë sa çaj kra, qafirit një gëllajk ujë s'ja kish dhënë. Mo ti thou, unë një multimiliardero, qafiri adhuron lopën. Po be, Allah ka thënë, fa umatti'u qalil, lepa. Thumma attarruhu ila adhabin nar. Pastaj e kapi me zor është ti në xhenem. Pse me zor? Se vullneti lidhën dunja. Atje s'ka më vullnet lidh. Në ahiret të ndërum xhamat, si të vdesë njëri. Si të bëhet. A ki po, sa shpejti ndrohet emri njerit. Mrena sekundit që shukon filani, veç bëhet gjenazja. Ndakik. Apo, a ki po, veç ka ndrujet, apo tak, e thirë ogjën, kemi një, a i thuni njeri, jo, një gjenazja. Kur u bëhet, shkoj. Apo, folja ti, qu, kapja dorën. Apo, a ki pa gjenazje para hoqës sa i dërzumë? Hiç nuk ban, kur farpëterë nuk ban. Apo, para mënoj me ka një gjallë, a mund t'la në hoqë? Së në t'la. Apo, pa këta syje, shiko fëmija, zdi kur gjallë, ja qëtë ujnë, kanë shashtrisët, pse? Zdot tutët. Pa këta syje të ndërun gjëmatë, shiko Korani shka tëtë. Leje pak në të haje. Nuk ka kjo për të mirën e tina. Nuk ka kjo që anë levërdin e tina. Thumë me atër. Pas ta e marë zvar me zor. Pse me zor? Pse ka arë me zor? Po kush do me hinë gjenem të ndërum gjëmat? A dini se kur t'i ngrejnë me lekt gjenemlit, Allah në rujpja sa i gjendje e Rabbel Alamin, kur t'i ngrejnë zhak, aj me kitë fuqin e vetë për toke munohet më kapë. Vish mëstinje në të zedë. Djetarë kër kanë folë për gjenemit të nërmunë në gjemat, se ta na këtë Ramazan e kena ninu për mësme një qatë gjenem. Apo, a dini se të nërmunë gjemat sa me lek e rujnë gjenemit? A dini sa me lek e rujnë gjenemit? 4 miliard e 900 milion me lek. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjenemi ka 70.000 frena. Frena i ka. E majnë me lek. Një fren e majnë 70.000 me lek. Mësë me livrit. Më shku në aton këton. Qele kalkulatori këshire se ta qëtë 70.000 herë 70.000. Aba, veç kur ta shofe njeri gjenemin, veç kur e shenë, o thot veç, mësë më qoni mërë qati, o më qka dush më rjo jap, ama u ka krije. Kudhe jel emër, u ka krije punë. Këtë dunja ki pas liri, mu falë, ma gjëru, me thonë zekat, me bo haqë, mu bo njëri mirë, je bo zullumqar, je bo qafir, je bo munafik, je bo arrogant. Vjen një dit, harroje që ti folë mati, harroje që shtitë që asgan, harroje që ti kalzon diqka ati. Allahu që a thot na kemi me lek. Kemi me lek. E a dit kanë mu pasajnë të ndërum gjemat. Jo këtë dunja kërë është kanë të bo. Shirë është këtë bo i forti kundër doptit. A për shifni? Kur doje bombardon.
Apo, edhe kur doje lun, thot, kur ki me nal me luftën, kur duve, thot e nali une? Ha, kur duve nali? Ani, fe ume ti u kal. Ani, e të hajve pak që ti si hajfar. Thonë me atër, pas taj dhe ta fus me zorë në gjenem, sa i zdo me i në gjenem. Kur kush nuk do me i në gjenem, thot Allahu gjenem, wa bi'sal masir. Sa me një kërë që është. Allah në rujtë.